Një agent amerikan i emigracionit ka qelluar për vdekje një 37 vjeçare në qytetin e Minneapolisit duke shkaktuar protesta gjatë natës. Zyrtarët federal thanë se 37 vjeçaria, Renee Nicole Good, ishte përpjekur të shtypte agentët e emigracionit me makinën e saj, por kryebashkiaku i qytetit tha se agenti që i qelloi kishte vepruar në mënyrë të pamatur. Videot e incidentit tregojnë agentët e emigracionit duke ju afruar një makine, ndërsa makina tenton të largohet, njëri prej tyre drejton armën dhe dëgjohen të paktën 2 të shtëna. FBI po heton tani rastin. Qindra agjentë e emigracionit janë vendosur në Minneapolis, në shtetin e Minnesotës, si pjesë e masave të marra nga shtëpia e bardhë kundër emigracionit paligjshëm. Videot e postuara në mediat sociale duket se tregojnë momentin e të shtënave, të cilat ndodhen rreth orës 10:25 minuta të së mërkurës në mëngjes. Nga pika të ndryshme të vëzhgimit, një foristrad ngjyrë gështenj mund të shihet duke bllokuar një rrugë në Minneapolis. Një turm njerëzish që duket se po protestojnë qëndrojnë në trotuar. Automjetet e ICE, zyrës e emigracionit dhe doganave, ndalojnë të mjeti i parkuar në rrugë. Agentët dalin prej tyre dhe i thonë gruas pas timonit të dal jashtë. Njëri prej agentëve tërheq torezën e derës së shoferit. Një agent tjetër është pozicionuar pranë pjesës së përparme të automjetit. Nuk është e qartë saktësisht se sa afër qëndron agenti, ose nëse është goditur nga automjeti, nga pamjet që qarkullojnë. Por në një moment ai hap zjarr ndërsa gruaja tenton të largohet. Pas kësaj foristrada shihet teksa përplaset me një makinë të parkuar aty pranë. Në një postim në Truth Social, Donald Trump tha se një oficer i emigracionit u përplas egërsisht me makinë. Është e vështirë të besohet se ai është ende gjallë, por tani po shërohet në spital, shkroi Trump. Presidenti republikan fajsoi gjithashtu të majtën radikale për kërcënim, sulm dhe shënjestrim të zyrtarëve të zbatimit të ligjit dhe agjentëve të emigracionit çdo ditë. Edhe sekretarja e sigurisë kombëtare Kristi Noem tha se gruaja po pengonte oficerët në punën e tyre dhe se agenti u detyrua të përdorë armën në shenjë mbrojtjeje. Por Këshilli i qytetit të Minneapolisit tha se 37 vjeçaria thjesht po kujdesej për fqinjet e saj kur u qellua. Edhe guvernatori i shtetit të Minnesotës, Tim Walz, kundërshtoi deklaratat e autoriteteve. Mos i besoni kësaj propagande, tha ai, duke premtuar një hetim të plotë dhe të drejtë të rastit. Sidoqoftë, protesta dhe marshime u zhvillua në të gjithë Minneapolisin pas ngjarjes dhe banorët e indinjuar kërkuan që agentët e emigracionit dhe doganave të largohen.